ndoshta edhe miliarda diku. Prandaj mund duket shumë iluzion që ne, një këmbë kaq i vogël, ndahemi në 3 shtete, në 3 par ekipe, unë nëse jam fans, që ta them drejtën, i një ekipi që e shikoj, të vetmin është Kombëtarja Shqiptare. Për tjerat asnjë të vetme nuk e kam shiku, as nuk e lëshoj syt. Jo asnjëherë. Për mua në kuptimin që kombi shqiptar duhet dal nga dal të mbledh forcat e veta, resursat e veta, financat e veta dhe të ketë një strategji kombëtare për të arritur maja të tilla. Vetëm në aspektin e numrit, po ta merrni Francën, e cila i ka 80 milion banor, Franca kërkon edhe në gjithë ish-kolonitë e veta për të bërë një ekip me të cilin do të garoj në nivelin ndërkombëtar, apo për t'i furnizuar ekipet e veta prej gjithë pjesës ndërkombëtare që ka rrjetit të saj. Brazili mund të krijojë gjithashtu është 300 milion banor më duket, kush e disa ekipe kombëtare të cilat pa asnjë problem do të na diskualifikonin edhe 300 e tyre ekipet e tona. Që ne të arrijmë një ditë të mbrim në cilësi të tillë, mund të ketë kuptim, për në aspekt